Spitali i Bilishtit po përballet me një numër të shtuar pacientësh që paraqiten me probleme gastrointestinale gjatë periudhës së verës. Çdo ditë kryhen rreth 30 deri në 40 vizita, ndërsa rastet më të shpeshta lidhen me gastroenteritet, të cilat prekin të gjitha grup moshat, me një përhapje më të dukshme tek fëmijët dhe të moshuarit. Për pjesën e respiratore, duke qenë edhe se stina nuk është shumë, do me thënë, se për viroza respiratore nuk kemi pas shumë raste. Megjithatë, pjesa e gastroenteriteve ka qenë shumë e shpeshtë. Ka pas ditë edhe të ngarkuara nga kjo situatë, 30, ndoshta edhe më shumë, 40. Nuk është që kemi një statistikë mirëfill për këtë pjesë. Por në ditën vijim do shohim si do ndryshoj trendi. Janë të ndryshme nga fëmijë, mosha pediatrike edhe moshat e treta vijnë shpesh. Nuk është që ka një moshë që preket më shpesh, janë të ndryshme. Mjekët bëjnë apel për kujdes të shtuar, veçanërisht gjatë ditëve me temperatura të larta, duke rekomanduar konsumimin e ushqimeve të freskëta, ruajtjen e tyre në kushte të përshtatshme dhe respektimin e higjienës. Vetëm kujdes me ushqimin, duhet shmangin ekspozimin ndaj të nxehtit, edhe për ankesat që kanë paraqiten në spital që t'i shohin nga raste specifike. Sipas bluzave të bardha, në rast shfaqjeje të simptomave, sidomos tek fëmijët dhe të moshuarit, duhet kërkuar në kohë ndihmë mjekësore për të shmangur komplikacionet dhe dehidratimin.